Përmes një konference për media, zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë, Arben Fetaj, ka zbuluar të arriturat e tij në këtë një vjeçar, sa vleni është pjesë e qeverisë. Fetaj ka thënë se në fillim të mandatit janë përballur me gjakderdhje financiare, duke shtuar se 70% e buxhetit të planifikuar ishte harxhuar vetëm në 5 muajt e parë. Thotë se nga qeverisja e kaluar trashëguan krimin dhe korrupsionin në të gjitha strukturat institucionale. Zëvendës kryeministri Fetaj zbuloi mes tjerash se çfarë kanë bërë për të ndalur këto keqpërdorime. Në bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtar, IRI-n, NDI-n, UNOPS-in, USAID-in dhe shumë të tjerë të cilët dua t'i falenderoj publikisht për përkrahjen e tyre të vazhduar, kemi hartuar plan vjetor për qeverisje të mirë për vitin 2025, i cili është i qasshëm për çdo në vetfaqen e qeverisë. Ky plan bazohet në 4 shtylla themelore. E para, parandalimi dhe lufta kundër korrupsionit. 2. Fuqizimi i kapaciteteve për hetime financiare dhe konfiskim të pasurisë së paligjshme. 3. Transparenca dhe qasja në informacion për qytetarët dhe mediumet. Dhe 4. Dialogu strategjik me shoqërinë civile. Fetaj zbuloi se në qeveri është miratuar strategjia për hetime financiare dhe konfiskim të pasurisë së paligjshme. Ja usvojmë nova ta strategjia. Kemi miratuar strategjinë për hetime financiare dhe konfiskim të pasurisë 2025-2028, po themelojmë Këshillin Nacional që do të udhëhiqet nga unë për të kthyer këtë strategji në veprim konkret. Pasuria e krimit do të shkojë në buxhetin e shtetit, për qytetarët, për zhvillim social, jo në xhepin e të korruptuarve. Në vazhdim, Fetaj numëroi edhe të arriturat e tjera në resorin e tij, duke përmendur edhe ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që sipas tij, përmes këtij ligji do të bëhet përfshirje e barabartë dhe proporcionale të gjitha komuniteteve në organet shtetërore, njëjtë siç e parasheh marrëveshja e Ohrit. Ai shtoi se në muajt në vazhdim, Maqedonia e Veriut do të jetë në qendër të vëmendjes europiane me disa ngjarje që pritet të organizohen në vendin tonë.